jemi me Albanën, i thash, moj Albana, çfarë do na gatuash sot, se pas ke zjerë një 6 kokra ves, pas ke spinaq, një pak opeta, një për mua. Gjiz, kaçkavall, erza hudhra. Ne ta mendojmë ne tani çfarë gatuan apo do na thuash? Dhe ja ku bëra unë defin tim. Si këto. Def ose gjergjef. Si të doni, po unë sa do të bëj, po do të bëj një pite në gjergjef. Po mirë, bukur. Kjo është gatimi i pashkëve. I pashkës, më saktë, sepse pashkë quhet. Atëherë, vajza e tha se çfarë më duhet, unë do të them këtë që mora një letër, e kam vendosur që të jetë, që të ke mundësi që pitja të transferoj shumë kollaj në pjatë. Spinaqin e kam vendosur, po, e pas kam hapur edhe patjetër që e po mirë, derisa të ngrohet soba, po t'ja fusi kokër kënge, ose më vonë, pastaj. Shtoj ndyrë. Mirë do ishte se gjithë kjo ko e vrentur kështu të ngre humorin. Shtoj ndyrë. Muzikë. Tek spinaqi e vras, e zbusme me pak pja. E vras me kri për ta zbutur. Tu do të shtoj gjizën. Gjizë. Ose njomës. Unë kam marrë njomës, më sakt. Do të shtoj, se kam gjitha të rende të madhe, 2 thelpi hudhra. Pra pite ose torta e kripur e pashkës, si që duam të quajmë ne. Mos i neglizhoni të pjesën e lëkurës këtu. Është shumë e mirë, sidomos kush është në moshën e pubertetit. Puçrat. Me thonë drejtën, unë nuk jam në moshën e pubertetit, po ja që më ka dalë diçka këtu. Dhe shumë mirë është. Po vërimin që kudër, vërim pa kudër se ka dhe lëngë, dhe lëre aty, kaq, vetëm vërem bi. Po, diku këtu është, ja. Shiko, edhe lythat që dalin dhe që duhet gjetur arsyeja se përse ato dalin rreth e përqartë qafës, këto papiloma dhe vogla ose që quhet ndryshe, po lytha e njohim ne më së shumti, kokra të vogla, mbi sipërfaqen e lëkurës, të cilat thuhet se e kanë një burim, një rënjë në mëme që më pas i përhap. Dhe arsyeja kryesore përse ato dalin, kryesisht posqetullave këtu te kapakët e syve apo rreth qafës. Janë rreth qafës. Që thuhet se personat të cilët kanë pikërisht të lytha, kanë parazit më shumë se disa të personat të tjerë që nuk i kanë. E para është kjo, kurse e dyta, nëse ju do të vendosni një zinxhir, vazhdimisht që keni vite, zinxhir të holl e krijojnë. Ato nuk janë lytha, janë më të... Janë më të vogla, më të imta, dhe bien më kollaj. Janë më të vogla. E këto më të njëra tradicionale. Pra, o janë nga mosha, o janë nga parazit. Nga mosha nuk dalin ashtu, dalin në një kafe, por që me uthull molle, me hudhra dhe duke u konsultuar gjithmonë me mjekun, patjetër që ka dhe zgjidhje. Atëherë të zgjidhje? Me që ishim tek zgjidhjet, po. E ma një kokër vezë. Dhe zgjidhja për kokrat e vezës është O-Vital, sepse na sjell gjithmonë vezë të sigurta, cilësore, të pasura me proteina, me omega 3. Dhe janë vezë të cilat nuk kanë fjalë për të përshkruar, përveç se vinë në paketime të ndryshme, sipas madhësisë së tyre, sipas dëshirave që ju keni dhe nevojave që keni në shtëpi, po O-Vital është në çdo familje dhe është mirë që ta përfshim vezën e zier, ka mënyra nga më të ndryshmet për ta gatuar atë në dietën tonë të përditshme. Shtoj arë myshk ose arë muskati. Gjiza ka krip. Kjo gjizë që kam unë ka krip. Ka krip, po mos i shto fare, ose shtoj shumë pak. Shumë pak. Sa të përmirësosa të shihen që... Sikurse, edhe pak piper. Kam vezët që i kam zjerë. Kam djath. Kaçkavall, gjë që mua më duhet të jetë i fortë. Dhe më duhet paksa që ti jemi më kollaj. Bravo, ja. Sepse kërkon një farë ushtrim i forcë mbi djath.
Unë kam shtuar më pak gjizë, që ta kisha ta bëja më kremoze. Po. Ja e grimë dhe djathin kaçkavall dele e kemi ne nga erzeni, duke i dhënë një shije speciale dhe një aromë të mirë që ka gatimit. Tani, sa të përzjejmë përbërësit në tas, për ta bërë gati, për ta shtruar në pite, dhe ti përmbledhim së bashku produktet e recetës. Pra, po gatuajmë një tort të kripur të pashkës apo një pite shumë të këndshme dhe të thjesht. 2 pec foliat ju duhen për këtë recet, ose peta të gatshme. 600 gram spinaq, 300 gram gjizë, 80 gram djath kaçkavall, 2 thelpinj hudhër, 4 luggjelle vaj ulliri, 6 kokra vez, krip, piper i zi, arr moskat, koper, majdanoz dhe nenexhik. Pra, torta e kripur e pashkës. Unë barova punë. Më të kalirë këtu. E largoj, se s'më duhet gjë. Po. Ta bëj një kafe, si e ke? Si ma do moj, si ma do, e si ma do kafe në... Ta kam gjetur miden, me mokador. Sa bukur. Ja të bëjmë gati kapsulat tona. E kemi ngrohur pak, se dihet që ky ekspresi përveç se duhet marrë me të mirë, duhet ta ngrohim paraprakisht. Duhet mbushet depozita me ujë dhe pastaj kemi gjithë raftet tona me kapsulat diva, me një kafe aromatike. Sot zgjodha kafen 100% arabike, sepse është mëngjeserët, kjo koha është e vrentur e na duhet që të na zgjojë 100%, siç është 100% kafe pasta arabike, me ato aromën fantastike që ka. Pa dyshim, duke qenë se dhe teknologjia edhe në fushën e mjeteve të ndryshme për të prodhuar kafe ka përparuar, Mokador, që prej 2014 është në Shqipëri, sepse është një kafe italiane, Mokador e sjell traditën ashtu siç ka qenë, pra tradita nuk ka ndryshuar vetëm teknologjia dhe ekspresi me cilin kjo kafe përgatitet, po aroma, kokrat e përzgjedhura me shumë kujdes janë po të njëjtin, ja, të divën morëm sot, Brigitte, kanë kapsula të njëjta, përsa i takon cilësisë së përzgjedhjes së tyre, sepse janë ekologjike, të riciklueshme. I vetmi ndryshim që secila prej kapsulave sipas paketimeve është aroma, kush e do më intense, më të fortë, ka pastaj me shije karameli, kakao, shija 100% kafe arabike, dekafeinato, të gjitha na i sjell Mokador. Albana e di që e do me pak sheqer. Dhe ja ta bëra gati. Tani. Ja shtojmë që mos bjerë kafja. Ai sekreti që ne morëm nga eksperti i kafes ditë më parë, ja po ta bëj siç e do ti, për të marrë kafen dhe rezultatin dhe aromën dhe për të përthithur aromën e duhur edhe kremozitetin e duhur, se kjo është e veçanta, për ju që keni ekspresin në shtëpi, mirë është që më përpara se të vendosni filxhanin tek ekspresi, ta shplani me ujë të nxehtë, ta ngrohni filxhanin dhe në këtë mënyrë ruhet ekuilibri i kafes së nxehtë. Patjetër, po. Një truk i vockël të cilin ne donim që ta ndanim dhe kemi ndarja, po ta lë këtu, ti e rrufit siç të duash vetë. Ja, sa të jap formën pak, sepse e meriton që të ketë një trajtim të duhur, edhe ja këtu. Pra janë 2 petët foliat që unë i lexova dhe në recetën e shkruar, që një do jetë për poshtë, tjetra do jetë për sipër. Mbushjen është duke përgatitur Albana, kemi zbutur spinaqin, kemi përgatitur gjizën djathin. O të lumshin duar ty. O të lumshin duar ty. Edhe njerë po. Se s'ke nevoj për energji, po kur merr një energji kështu është ndryshe nga Kam nevojë, kafja. Dukem kështu se po kam energji, po kam nevojë patjetër. Ne ç'a lexojmë, ne jemi ata që shohim si jashtë. Po nuk e di tjetër. Ja pra ku kam. Tani unë dua të di vezët si do t'i vendosësh këtu. Ta shohim pak të procesin, se vezët i kemi të zjera. Ja. Opa. Suri keq.
S'ka problema, jo aty të qëndroj. Kripën të thash. Po ishte gjaj të putur kjo, nuk quhet kjo. Dhe ku flasim të kripa? Kjo është. Ka i shumë sa kërciti? Ma kam shkuar gjishja këtë që nuk e di. Por kripa është shumë e mirë, kripa soda është gjithmonë për të pastruar si përfaq të e kuzhinës. Edhe te kafe mund të shtosh pak kripë, e di? Për personat cilët kanë një ngacmime dhe që kur konsumojnë kafe kanë atë urthin, atë gastritin, apo një shqetësim nga aciditeti i shtuar i stomakut, për ta ekuilibruar aciditetin e çfarë do lloj kafe që u konsumoni, shtoni vetëm pak fare krip, 2 kokra krip, edhe ajo krijon një lloj ekuilibri. Atëherë, ja ku kemi tani këtu. Ne bëhemi gati që të mbyllim piten apo tortën duke i vendosur brenda masën e mbushjes, harxhit apo gjellën, si të doni quani. Atëherë unë këtu, ja, do t'i vëj një pak më brenda, edhe e kam të duhur. Dhe spinaqi, nuk do marrë djathtin ta shtojnë spinaq, por do marrë spinaqin sepse nuk dua që të më ketë edhe shumë lëngje. Të ketë pak. Gjitha kjo këtu. E përzjej. Sepse unë po të shtoj dhe lëngjit e spinaqit, normalisht lëngjit do të kullojnë edhe do t'jetë pjesa e qullët. Që mos i rrë pjesa e qullët, e marrë një pirun. E qëpojmë pak se dihet që sfoljati ka mjaftueshëm gjalp edhe vezë që të rris volumin e vetë gjatë pjekjes. Pra këtu kam kripën, piperin, pak krip, sepse njomza ose gjiz ishte më e kripur, është gjiz deleje, sikurse dhe djati i grirë kaçkavall është dele, pak armyshk, po pse nuk e do pak vaj, po patjetër që e do vaj. Jo gjalp, jo vaj ulliri, absolutisht. Po. Ne shtojmë çik vaj floriol se me hapër kam unë. Vaj lule dielli. Që përmban vitaminë. Po. Pra për të gjitha të zonja që kanë pak problem që sa të marrin syze sa t'i vendosin, që ka vetë pjesa e hapur. Ja, po shtoj edhe pak i ndyrë këtu. Kjo është për të kursyer dhe për të kujdesur për shëndetin. E shtoj këtë masë këtu. Ja, kemi gati. Pra, spinaq, gjiz, djath kaçkavall dele. Mbi këtë mas do të vendosen vezët. Janë simbolike edhe për Pashkët. Edhe një në mes e krijon ekuilibër për petën dhe e kemi afër fundit. Po, se që kam. Super. Tani do jetë, erdi momenti tani, për prostatolin Albana dhe kemi gati për ta pjekur, shumë bukur e kemi mbyllur, sepse është bërë prerja që në fillim për masën e tavës, absolutisht asgjë nuk do t'i shtojmë, është gati për pjekje. Fura është parangrohur në 200, po, në 200 gradë. Ansoret, shiko, punojnë pak ansoret. Prandaj edhe unë kam lënë pak fare që e pat. Ja. Dhe të presim rezultatin deri në fund kur të piqet në furrën tonë. Shumë pak fare vaj për ta
mbajtur të buta të petën e sipërme dhe vendosim për të pjekur. Kjo gjellë nisë dhe përfundon në tigan. I pash, janë këto gungat e vezëve. Kujt mund t'i duken pak të çuditshme, ndoshta nuk na kanë ndjekur në pjesën e parë, por ja do t'ja u shpjegoj unë tani direkt, sa të dalin të pushojnë avujt. Ndoshta duhet ta lë dhe pak, por megjithatë po e tregoj fillimisht. Se deri në çfaz i kemi piten apo tortën e kripur të pashkës, këto gungat që shihni janë vezë të zjera që kemi vendosur brenda pites, po i vendos në tryez të kulloj, të ftohet pak dhe pastaj të tregojmë edhe duke e prerë, duke e vendosur dhe shërbyer në një pjatë. Ti tregoj pak edhe një herë produktet e tortës së kripur, për anvisat që ndoshta nuk na kanë ndjekur dot në pjesën e parë. Ja u tregoj unë, 2 pec foliat, 600 gram spinaq për mbushjen, 300 gram gjizë, 80 gram djath kaçkavall, 2 thelpinj hudhër, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 6 kokra vezë, kripi perizi ar moskat, koper majdanos, nene xhik tek pjesa e mbushjes, çfarë do doni mund të zgjidhni njëra nga këto bimët, por edhe të treja vetëm mirë i bëjnë. Japin aromë të këndshme, vlera shëndetësore, vlera ushqyese.